Ky segment u mundsua pjesërisht nga Sunny Shores Travel. Për bileta ajrore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Sami Ademin. Të ngjatjeta të nderuar teleshikues të pasqyrës shqiptare. Sot në qendër të minutave tona do të jenë dy shqiptar shumë të njohur, njëkohësisht edhe miq të emisionit. Ata janë Gjimi Begeja dhe Inva Mula. Gjatë muajit qershor ne ishim në Shqipëri, ku edhe përgatitëm materialet që do të keni rastin t'i ndiqni në vazhdim, por në fillim një njoftim me rastin e Fitër Bajramit. Bordi i Xhamisë Shqiptare të Torontos njofton se dita e Fitër Bajramit do të jetë të premten, më 17 korrik. Falja e mëngjesit do të bëhet në orën 5:15, kurse falja e Bajramit në orën 8. Faljet edhe këtë vit do të bëhen në Capital Banquet Hall në adresën që shfaqet në ekran. Kurse më 18 korrik, po në Capital Banquet Hall do të mbahet darka e Bajramit duke filluar prej orës 5 pasdite. Çmimi i biletave është $40 për të rritur dhe 20 për fëmijët nga mosha 3 deri në 12 vjeç. Për bileta kontaktoni Nuriun Ismetin ose në numrin e Xhamisë. Të dashur bashkëtetarë, pranoj me kënaqësi shitje, blerje dhe listë pronash me komision konkurrues. Gjithashtu, bëj falas vlerësimin e shtëpisë të shërbime të tjera. Me aftësi negociuese, do jem partner serioz deri në fund të procesit. Ju mirëpres. AG Windows & Doors ju fton të përfitoni nga prodhimet cilësore me çmime të arsyeshme. Ktu çdo gjë prodhohet me përgjegjësi teknike dhe vëmendje ndaj blerësve. AG Windows & Doors, një biznes i suksesshëm familjar për 22 vjetësh në shërbim të familjeve shqiptare. Ardiani dhe Renata, një zgjedhje ekspertësh për shitblerje shtëpish, pronash tregtare dhe industriale, si dhe investime. Dëshironi të blini, shisni shtëpi dhe apartamente, qofshin këto dhe drejt për së drejti nga ndërtuesit, Ardiani dhe Renata janë gjithnjë të gatshëm t'ju shërbejnë. Për taksa personale dhe korporate, përfaqësim të autoritetet e taksave, mbartje llogarish biznesi, pagesat e punëtorëve dhe konsultime, telefononi Edvinin. Kompania Ace Accounting, shërbime cilësore profesionale dhe çmime të arsyeshme. Zyra është në një kryqëzim shumë të volitshëm. Në qershor të këtij viti, rasti na e solli të takohemi me një mik të mirë të emisionit ton. Shumë teleshikues e njohin si alpinist të klasit të parë, ngjitës i Everestit në vitin 2012, por edhe si sipërmarrës të guximshëm dhe veprimtar shoqëror. Në fakt, ne nuk e kishim menduar se do të takoheshim si vjet me Gjim Begen. E dinim që ai në periudhën maj-qershor do të ishte i zënë me një ngjitje tjetër të rëndësishme alpinistike, po në Himalaje dhe po në anën e Nepalit. Mirpo fati do t'ja ndryshonte tërësisht planet. Ishte një grup alpinistë nga bota, ishim pothuajse nga më të mirë që kishin bërë Everestin dhe më bën një ftesë për të ngjitur majën K2. Është një nga majat më të vështira në botë, pra krahasohet me Everestin, me faqen veriore tonën edhe K2. Po në momentin që ne po përgatiteshim aty, ndodhi një tragjedi në Nepal. Tërmeti pezulloi çdo gjë dhe kështu që ekspedita u anullu. Njerëzit që ju shoqërojnë juve atje nga sherpat tuaj, pati të lënduar? Pati edhe fatkeqësi në njerëz, dëmtime shumë banesash. Infrastruktura që për kaq vitesh ishte ndërtuar me thojën dhe me shpirtin nepalez dhe me kontributin e gjithë evropianëve dhe gjithë botës, alpinistëve të botës, për një moment ajo u shujt. Ne si shoqar kemi dhënë kontributin ton sherpave nga ana monetare, sa të pak edhe kemi ngretur një llogari për të ndihmuar ata në këtë lloj fatkeqësie. Çdo gjë e keqe siç thuhet e ka dhe një të mirë. Fati ynë pra e deshi që ne të takoheshim me Gjimin në Tiranë dhe ai si gjithnjë i gatshëm na tregon për biznesin e tij më të ri, një sipërmarrje me dy partnerë të tjerë që shumë shpejt ka bërë emër në kryeqytet. Fjala është për Zgara Tironse numër 2. Ky lokal pason një tjetër të çelur një vit më parë, por me një ndryshim. Menuja është pasuruar edhe me perime dhe gatime të traditës. Por që është më e rëndësishmja, na tregojnë partnerët, këtu synohet që të zgjerohet në radhë të parë klientela. Ne kërkojmë që në këtë lloj zhanri Zgara, pra tymi siç i thonë me gjuhën popullore, mos jetë vetëm për saroshat e pjesë, por të jetë edhe për familjarët, pse jo edhe për fëmijë. Kjo do të thotë që ju e keni zgjeruar menyn, domethënë përveç mishit në Zgar, juve ofroni edhe diçka tjetër. Nuk ka tava, ka përket, mish përket, ushqime Zgare. Cilat janë pjatat më të preferuara ose më mirë them ato që shiten më shumë? Qofte të ndryshme, ushqimet e mishit, shishe babët, të cilat që kanë lidhje me tymin, për plotësoj, restoranti nuk është vetëm për turistat vendas ose për të tradicionale, por ne kemi pjesa më e mirë është për turistat të huaj.
Këtë vit u vlerësuam në panahirin e agjensive turistike shqiptare dhe të huaja, që u bë para një 2 javësh te Hotel Rogneri, dhe atje ne morëm çmimin e dytë, si restoranti më i mirë i traditës shqiptare në gjithë Shqipërinë. Ky ishte një vlerësim i madh. Sigurisht që agjencitë turistike janë të etur për këtë, sidomos këtu në Tiranë. Gjimi, kjo rruga juaj këtu duket sikur ka marrë një karakter tashmë të përcaktuar mirë. Këtu gjen kryesisht restorante ose mini restorante që ofrojnë prodhime të zgarës, domethënë qebaptore, zgara e Korçës tani dhe zgara e Tiranës. Mos vallë kjo rrugë tashmë një herë për gjithmonë do të ketë këtë karakter? Po, rruga Kavajës e mori emrin rruga Tymit. Duke pasur shumë xhaqe edhe duke pasur shumë dyqane me qymyr, prodhimeve të tilla. Tani Mileti ka filluar të thotë që jemi te rruga e Tymit, rruga Kavajës. Dhe për ne kemi ardhur këtu. Dhe është rrugë e gjerë, është rrugë e bukur, është me shilliq, turisti vjen dhe shikon këtu dyqanet e rrugës, për shembull shtëpia të rreth e qarkut me karakteristikë të Tiranës ka filluar të rregullohet, të pasqyrojmë vlerat dhe traditat e vetë qytetit Tiranës. Dhe ne jemi përshtatur me këtë ambientin dhe po ka shumë sukses. Mua më shkriu përshtypja që juve e quat traditën e zgarës korçare në një nivel tjetër, ose më mirë të me përshtatet me kuzhinën e Tiranës. Zgara e Tiranës ka mishin, ka yndyrën, ka ushqimet pak më të rënda. Kjo shoqërohet me birrën, ne kemi birrën tonë që prodhojmë veçanërisht në Puk, birrë natyrale. Kemi 3 deri në 4 lloj cilësisë së ndryshme birre. Për shembull, kemi birrën bjonde, kemi birrën krudo që kemi në birrën pa filtruar, dhe kemi furt birrën e vishnje dhe birrën e zezë. Domethënë këtu kemi 2 marka, kemi zgara Tiranës është një markë më vete, po është edhe birra Puka një markë më vete. Janë në harmoni me njëra tjetrën apo konkurrojnë me njëra tjetrën në tërheqjen e klientëve? Përkundër, ne shohim si partner dhe bashkëpunojmë shumë të mirë. Të kuptojmë konceptin, pra birra është pjesë e ushqimit. Këtë ka bota, pra ne konsumohet më shumë. Edhe birra jonë u vlerësua në panahirin ndërkombëtar të Çekisë, kur atje prapë morëm çmim. Një çmim në Çeki të marrësh çmim do të thotë sikur edhe çmim inkurajues është shumë, sepse unë nuk mund të krahasohem që birra ime 20 vjeçare me një birrë 500 vjeçare edhe një tradite që e ka zili e gjithë Evropa dhe bota në Çeki. Krahas me kishte 280 kompani të ndryshme kur konkuronin të birrarive të vogla, mos harroni, vetëm birraritë të vogla nga gjithë Çekia dhe Evropa, edhe të konkurrojshë atje ishte s'bësh fjalë. Por nuk ishim as larg, po as afër. Gjimi rrjedh nga një familje e vjetër tiranase të ardhur nga Kruja qysh në fillim të viteve 1700. Lidhja e tij shpirtërore me qytetin e të parëve është shumë e fortë. Dekorimi i restorantit me foto të filmave të prodhuar nga Kinostudia e Tiranës është një shprehje e veçantë e dashurisë së tij për këtë qytet, ku 2 breza më parë, gjyshi me të vëllan, hodhën themelet e një biznesi familjar me emër. Si vjet ne kemi është 115 vjetori e BG 1900 i kompanisë, pra që gjyshi i bashkë me vllajën e tij e ka themeluar që në vitin 1900. Po t'i referohemi stereotipeve, tiranësit tradicional nuk janë kaq të shkathët në biznes, kaq të hapur sa juve. Më thënë juve keni biznesin e birrës, keni bashkëpronësinë hotelin e Pukës, disa restorante këtu, kompani ndërtimi, etj. Unë nuk po futem në të tëra. Kjo nuk është tipike për një Tiranas. Cili është komenti juaj për këtë? Ndoshta ka lidhje me natyrën time. Nona ime ka thonë një shprehje shumë e ndjera pas, thotë që në gjë mërçun ti mirë punën që e ke me sikletë, po ti edhe qefin ashtu e kërkon, duke qenë alpinist edhe duke rreziku. Tingëllon pak edhe si vrejtja, apo jo? Po, si vrejtja, po ka qenë një shtyse e zakonshme. Unë nuk e kam problem si ta filloj përsëri nga zero, nga tulloni. Ne kemi shkruar në ballë fjalën tullon, edhe pse prapë te tulloni, unë e kam për krenari, edhe ta filloj edhe herë nga e para. Me siguri do t'i kesh ngjar themeluesit të kompanisë BG-ja. Kush ka qenë ai? Gjyshi im ka qenë Mahmut Xhemal Begeja, të dy kanë qenë ato që kanë, është me të vërtet jam krenar që jam nipi aty. Familja Begeja është një familje muslimane? Një familje muslimane, por në familjen tonë jemi një familje laikësh, jemi edukuar në këtë frymë dhe nuk e kemi parë, tamam ashtu siç edukuar dhe populli jonë
që të respektoj laicitetin, sidomos në marrëdhëniet komshiut, farefisit edhe më gjërë në Tiranë. Shqiptarët e kanë të respektojnë fenë tjetër. Nga sofra bujare e Gjimbeges gjithmonë ngrihesh i sajdisur, por asnjëherë ngopur me historitë të tij tërheqëse. Dhe Gjimi Kasić të tregoi, jo vetëm si sipërmarrës, por mbi gjitha si sportist dhe veprimtar shoqëror në mbrojtje të mjedisit. Ndoshta vitin tjetër, ndoshta edhe më herët, do ta kemi këtë rast. Gjimbegeja është i paparashikueshëm në kuptimin më të mirë të fjalës. Ky segment u mundsua pjesërisht nga kompania shqiptaro-kanadeze BND Financing. Për kredi personale, pronash apo biznesesh, BND Financing ka gjithmonë një zgjidhje për ju. Nëse ju nevojitet një avokat me përvojë nga Bay Street në çështje gjyqësore, biznesi, pronash, emigrimi e tjerë, zgjidhni avokatin Gjergj Vani. Avokatia është pasioni im prej mëse 20 vjetësh. Më lejoni të bëhem partneri juaj në zgjidhjen e çështjeve tuaja ligjore. Godotech Communications prej vitesh operatorit suksesshëm për telefoninë ndërkombëtare në Amerikë dhe në Kanada. Flisni me Shqipërinë dhe Europën me çmime shumë konkurruese. Shërbimi ofrohet pa kontratë dhe me cilësinë më të lartë. Godotech Communications. Për çështje ligjore ju duhet gjithnjë një partner i besueshëm dhe që mbron interesat tuaja. Për shitblerje shtëpish dhe biznesesh, emigrim, sponsorizime, prokura, noterizime dhe testamente, është një emër: Brunga Law Offices. Shqipëria jonë e dashur tani më afër me kompaninë Kodra, importuese prodhimeve shqiptare me shije të veçantë dhe 100% natyrale. Kafe shqiptare Skënderbeu, ujë mineral Tepelena, fërgesë tradicionale, reçelfiku dhe shumë të tjera. Tani edhe në Kanada. Kronika në vazhdim të nderuar teleshikues është përgatitur në Tiranë dhe ka në qendër një opera të vënë në skenë nga Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit. Arsyeja sepse mes shumë veprimtarish kulturore të kryeqytetit të Shqipërisë, ne sot zgjodhëm një opera është e thjeshtë. Në qendër të saj është sopranoja me njohje botërore Inva Mula. Si rrallë kusht në llojin e vet, kjo artiste prej vitesh promovon dhe nxit zhvillimin e artit skenik në Shqipëri dhe mbi të gjitha këto gjëra i bën me profesionalizëm të lartë dhe atë dashuri, por edhe me hijeshi dhe thjeshtësi. Për 3 ditë me radhë nga 31 maj deri më 2 qershor, Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit në Tiranë mikpriti shfaqjen më të madhe të vitit. Është fjala për operën Pagliacci, një vepër me 2 akte e Ruggero Leoncavallos. Ngjarja përbën një lajm të dyfisht, pasi jo vetëm u arrit një sukses i madh skenik me një vepër shumë planshe dhe me një trup ndërkombëtare, por edhe për diçka tjetër. Pagliacci solli në skenë një emër të madh të operës botërore, sopranon Inva Mula. Ishte po ajo opera që më shumë se gjysmë shekulli më parë bashkoi prindrit e saj artist, Nina dhe Avni Mula, në një lidhje dashurie që zgjati plot 55 vjet. Por ndryshe nga prindrit e saj solist, Inva në këtë premier, përveç rolit të Nedës, mori përsipër edhe regjin. Do thoja ishte vështirë t'i bëja të dyja në të njëjtën kohë, se unë sot e pash që mu deshen 1000 sy nga të gjitha anët e trupit, që të arija që t'i lokalizoja ku ishin njerëzit dhe të bënin atë që ne kishim punuar. Por mendoj që të gjithë ishin shumë të mobilizuar edhe bën maksimumin. Veçanërisht skenat masive do t'ju kenë lodhur me siguri. Skenat masive ishin të vështira se dhe nuk kisha eksperiencë, po falë cirkut kombëtar që na nderoi dhe krijuan një atmosferë vërtet të mrekullueshme. Inva, pse zgjodhët pikërisht Pagliaccin për skenën e teatrit, operës dhe baletit? E zgjodha në radhë parë se është një vepër që e njoh shumë mirë dhe kisha besim në vetvete që mund bëja diçka të mirë, por e zgjodha dhe si një vepër e cila trajton një temë shumë të fortë, një temë që shoqëria jonë aktualisht po kalon një moment të vështirë dhe unë duke qenë gjithmonë larg Shqipërisë lexoja shumë për kronikën e zezë, për gjithë ato gra që janë vrarë, janë keq trajtuar, janë dhunuar dhe ja dedikoj sigurisht këtë vepër këtyre grave dhe sikur ne t'japim një mesazh me veprën tonë, mendoj që kemi bërë punën tonë si artist. Gjithmonë kam dëgjuar që në fëminin time kur dëgjonim muzikën e Pagliaccit, mamaja dhe babai thonë, ky është dueti jon.
kështu që ishte edhe kjo një kënaqësi, edhe një gjë që vërtet më prek. Dhe padyshim tot ishte gjatë dhe të gëzonte jashtë masa. Po ajo është pranë nesh, unë e ndjej që në çdo moment që unë kam nevojë për nënën time, edhe me zemër, me shpirt dhe me gjithë kujtimet dhe mësimet që ajo ka lënë. Inva, ju keni lëvizur shpesh, pavarësisht se nuk jetoni në Shqipëri, keni ardhur në Tiranë, keni shkuar në Kosovë. Sa do të vazhdoj kjo lidhje? Po është një lidhje që unë nuk e organizoj, është një lidhje e cila është në qenien time, në detyrimet morale edhe emocionale që unë kam ndaj vetes dhe nga njerëzve që më duan. Jam gjithmonë e lumtur të jem për shembull sonte me publikun shqiptar që të duan, që të adhurojnë, që flasin gjuhën tënde, është vërtet një lidhje e veçantë. Me që këtë intervistë kemi ekskluzivisht për shqiptarët që jetojnë në Kanada, në planet e tua të ardhme, keni ndërmend të jepni shfaqje në Kanada në njërin në planet të shpejta, po besoj se do organizoj vërtet që të vi dhe të jem pranë për arsye se unë kam kujtime shumë të bukura nga Toronto, ku jam takuar me gjithë shqiptarët dhe vërtet ja vlen që unë ta rimar këtë udhëtim për të qenë pranë shqiptarëve në Kanada. Shumë faleminderit për intervistën dhe sukseset më tepër. Ju faleminderit shumë. Pasqyra shqiptare falenderon Giros Place për mbështetjen që dha në realizimin e këtij episodi. Ushqim mesdhetar i gatuar në çast, shije si askund tjetër. Dixie dhe Matheson. Albanian Families Association of Toronto organizon më 19 korrik ditën e diel piknikun Takimet e Torontos. Ftohen të marrin pjesë të gjithë bashkëdhetarët për të kaluar një ditë të këndshme në shoqërinë e njëri tjetrit, muzikës, ushqimeve barbecue, lojrave për fëmijë, pishinës për të vegjëlit e tjerë. Gjithashtu do të mbahen turne futbolli dhe volejbolli. Skuadrat e interesuara për pjesëmarrje ftohen të marrin kontakt sa më parë me organizatorët. Parku ndodhet në adresën 4525 Mississauga Road në qytetin e Mississaugas. Si çdo vit edhe këtë radhë të dielën më 26 korrik nga ora 10:30 e mëngjesit deri në orën 8 të mbrëmjes, shoqata e Bashkësisë Shqiptaro-Kanadeze në Toronto organizon piknikun familjar tradicional për të gjithë bashkëdhetarët e Torontos dhe rrethinat e saj. Pikniku mbahet në ambientet e shkëlqyera të Centennial Park. Do të ketë muzikë, argëtim, ushqime tradicionale, lojra për fëmijë dhe për të rritur. Këshilli sportiv i shoqatës organizon edhe një turne futbolli të formatit 6+1 dhe pjesëmarrja për ekip është $80. Black Eagle, një kompani shqiptare e specializuar për shërbim rojesh dhe investigim privat, i fton bizneset e interesuara të përfitojnë nga përvoja dhe çmimet e pëlqyeshme. Po këtu ndodhet dhe një departament ligjor që ofron US Entry Waivers, pastrim rekordi në Amerikë dhe aplikim vizash kanadeze. Ardiani dhe Renata, një zgjedhje ekspertësh për shitblerje shtëpish, pronash tregtare dhe industriale, si dhe investime. Dëshironi të blini, shisni shtëpi dhe apartamente, qofshin këto dhe drejt për së drejti nga ndërtuesit, Ardiani dhe Renata janë gjithë një të gatshëm t'ju shërbejnë. Ky episod u mundësua pjesërisht nga Mashu Mashu, kuzhinë mesdhetare dhe shërbimi për zemërt nga staf shqiptar, vend ideal për prenotime individuale ose në grup, si dhe për take out.
Një bar-restorant me pronar shqiptar në zemër të Torontos për të gjithë dhe për çdo rast. Ky është O'Grady's Tap and Grill në adresën 171 College Street, mu përballë hyrjes kryesore të Universitetit të Torontos. Ushqim dhe birrë e lirë, vend ideal për të kaluar kohën me shoqërinë ose dhe thjesht për të ndjekur ndeshjet sportive. O'Grady's njihet tashmë edhe si lokali i ndeshjeve të kombëtares shqiptare në futboll. Këtu pranojnë edhe pranotime festash private ose edhe organizime të llojeve nga më të ndryshmet. O'Grady's Tap and Grill është një derë e qelur për shqiptarët në Toronto. Pikniku i përvitshëm veror shqiptar organizuar nga misioni e Lumja Nën Tereza si vjet do të mbahet në datën 9 gusht, ditë e diel, duke filluar prej orës 10 të mëngjesit deri në orën 9 të mbrëmjes. Sikurse edhe vitet e kaluara, adresa është po ajo, 9118 Winston Churchill Boulevard. Ky është një park i mrekullueshëm i pajisur me fusha të ndryshme sportive, pishinë, shesh lojrash për fëmijë, vend gatimi për barbecue dhe qingja në hell. Do të organizohen turne futbolli si për fëmijë ashtu dhe për të rritur. Do të ketë muzikë live, ushqime të traditës shqiptare dhe plot të papritura të tjera të këndshme. Janë të ftuar të gjithë bashkëdhetarët me banim në jugun e Ontarios. Më shumë informacion në lidhje me këtë ngjarje do të mësoni në javët në vazhdim. Për regjistrimin e grupeve sportive, jeni të lutur të kontaktoni Sokolin në numrin që shfaqet në ekran. Hapësirën për sot të nderuar teleshikues do ta mbyllim me një kolazh të shkurtër filmik nga festa e 10 vjetorit të themelimit të sallonit Floka me pronar Alit Kerimin dhe Bashkim Breznicën, që të dy janë artistë të vërtet në stilimin e flokëve, por njihen edhe si veprimtar të shquar në komunitet. Urime Alit dhe Bashkim, bashkë të nderuar teleshikues do takohemi të dielën e ardhshme. Mirupafshim.